Faleminderit, zënë kryetare. Duke qenë se dëgjova kolegët e Këshillit të Ministrave, do të bëj një pyetje. Si edhe për diturave të mia politike kam mbuluar gjithë qarkun e Tiranës. Ky është një nga debatet fakt që kam për çështja tjetër, nëse isha ke Vjerra apo isha në zgjedhjet në Rogozhinë. Por kryetari i Bashkisë Rogozhinës dhe me qira fjala nuk e uroj kujt atë që unë ju do mbaroni dhe shkojnë shpituar dhe shkojnë në burg. Kështu sa uroj askujt, por kryetari i Bashkisë Rogozhinës është dënuar me një ditë burg. Dhe vazhdon kryen detyrën. Unë jam i pafajshëm, i paraburgosur dhe largohem nga detyra. Pra, këshill në të ardhmen për kryetarit e bashkive është më mirë të bësh një krim, por sa kohë që eviton burgun, është në rregull për ju, për shkarkime, apo mos bësh asnjë krim dhe në ruajtje të pafajësisë tënde në paraburgim ti penalizohesh. Pra, kush prevalon? Sepse mësa po më duket do më konvenonte më mirë të kisha bërë një krim, të isha dënuar dhe të shtyja apelit, se sa të mbroja pafajësinë nga paraburgimi dhe të rrezikoja shkarkimin. Kjo është një pyetje që dhe kjo është në tejkalimit të çështjes së gjykimit, nuk mund të shprehni për një kryetar bashkie për një çështje që profesori Këshillit Ministrave në këtë moment nuk e njeh çështjen. Patjetër nëse do të ketë një vendimarrje të mëvonshme, do të kemi edhe ne si tonë dhe negatime do të kenë për fatin në përputhje me rrethanat të paditshme. Tani miku im, profani juridik këtu duhet isha unë, se unë s'kam mbaruar për juridik. Por e vërteta në fakt është që ajo që dinë gjithë, nuk ka një vendim të formës shpreh, ka dënuar edhe në gjykatën e shkallës së parë. Kjo do të thotë që ne kemi një standard dyfish që po aplikohet. Për dikë të padënuar aplikohet shkarkimi, për dikë të dënuar do të presim vendimin përfundimtar. Kështu që ignorancë ose padija nuk mund të jetë alibi në këtë rast. Ky është, siç e thatë ju, në fakt i njohur botërisht, edhe unë besoj që përgjigja u sqarua. Edhe t'ju shpjegoj ose t'ju bëj një pyetje tjetër. Në Republikën tonë, në strukturë, në arkitekturën e Republikës tonë, kemi disa sjellje monopol. Fjala vjen monopolin e dhunës e ka policia, monopolin e forcës. Edhe këtu njerëzit që janë me pranga, të tjerë që janë të armatosur mbas kësaj dere, kanë monopol e forcës sepse janë një ligjit. Monopolin e përdorimit të armëve të rënda e ka ushtria. Janë një ligjit. Ata mund të përdorin tanqe, helikopter, avione kështu me radhë. Monopolin e dhënies drejtësisë ka gjykata. Gjykata ka monopolin e dhënies drejtësi. Nuk është se japin çdo institucion jep drejtësi, por në gjykatë kryesisht përfundojnë rastet për të dhënë drejtësi. Siç kam kuptuar vetë, monopolin e shkatrimit në jete publike ka prokurori posaçëm. Prokurori posaçëm mund të shkatërrojë jetën publike. Tani në këto sjellje monopol, ju praktikisht nuk prisni për një vendim gjykate, por jeni gati që monopoli të dikujt që ka i është dhënë me ligjet ajo për të shkatruar jetën publike dikujt t'i jepet prioritet, duke sakrifikuar një kryetar bashkie, një antar të komunitetit, një aktivist, një shërbëtor publik në këtë rast, dhe jo monopoli të gjykatës për të drejtësi. Kjo është një gjë që më shqetëson. E di pse se edhe në natyrë, edhe në botën e egër, ka disa kode. Fjala vjen, nëse je një tuf pulash dhe të vinë hienat, pulat e tjera vrapojnë edhe lënë që ta hanë pulën që kapën hienat. Por në një tjetër habitat, elefantët sillen ndryshe, elefantët sulmojnë hienat. Dhe këtu pyetja është, jeni pula apo jeni elefant në këtë histori. Pra, edhe natyra na jep ca instikte ku na duhet që të tregojmë dhe jo. Po kërkojmë që të ruajmë etikën, domethënë. Absolutisht. Gjithë këto elemente, jo, e kuptoj ai. Është një butafori për treguar që ta mbajmë brenda jemi shumë mirë. Seanca ka shkuar shumë mirë, ne jemi besoj gjithë kemi pas mundësi të debatojmë. Jemi miq vjetër, kemi bërë reforma pafund. Të bëjmë pyetje, të lutem në lidhje me objektin. Pyetja në lidhje me objektin është në sjelljet monopolistike që kanë forca të ndryshme ose aparate të ndryshme në Republikën e Shqipërisë. Ju anoni për të mbështetur sjelljen e prokurorisë që ka monopolin e shkatrimit të jetës dikujt, edhe pa vendim, apo tentoni që të respektoni monopolin që ka gjykata për të vendosur drejtësi dhe për i pasur përfundimtare të vendimit. Nderuar pyetjen. Në fakt, Këshilli i Ministrave operon dhe ka kompetencat e veta për saktuar qartë në kushtetues në ligjet në zbatim. Dhe nuk mund të bëjmë një interpretim në lidhje me veprimtarinë e pushtetet të tjera që janë pushtetet të ndara. Dhe në këtë seancë dhe në këtë sallë objekti i gjykimit është pikërisht çështja e vendimit të shkarkimit të kryetarit të Bashkisë Tiranës. Për te këtij argumenti ligjor nuk kam se çfarë të shtoj tjetër. Okej.
Dhe në finale, nëse zonja nderuar gjyqtare do më lejoj t'ja huazoj pyetjen që ajo më bëri mua për t'u bërë ju. A do kishte ndryshuar në gjë nëse unë do ftosha në vendimin e Këshillit të Ministrave? Këtë nuk mund ta di. Por ditë them që prap forca e argumentit njerëzit i ndryshojnë, njerëzit hapin veshët, dëgjojnë. Për shembull, nëse do t'ju thoja që jam në një konflikt hapur interesi fjala vjen me një prokuror për cilë ka pasur debate për një leje ndërtimi. Ndoshta nuk do ishit aq nxituar thonë jo prit pak. Ndoshta do të ndërhyjmë ligjin e konfliktit të interesit që një kryetar bashkie ose një prokuror nuk mund të hetojë njëri tjetrin në momentin që ka një konflikt hapur interesi. Nëse do ju thosha për shembull që jam këtu prej një njeriu që s'ekziston, një Nesti Angon. Ndoshta Këshilli i Ministrave do të dëgjon. Dhe do thoshte prit pak. Sa Nesti Angon mund dalin për secili për nesh dhe të thurë lloj intrigash, ne automatikisht do të lëshojmë njerëzit tek hiena apo do themi prit pak. Kë do kallëzoj unë për kallëzim trend, nëse kjo histori nuk është kështu. Pra, nëse do t'ju thoja këto, ndoshta Këshilli i Ministrave do thoshte, hey, prit pak, kjo është një mundësi e jashtëzakonshme për të filluar një iniciativë ligjore, për të mbrojtur kryetarët e bashkive. Po të ju thosha që shumica e kryetarëve të bashkive janë në një presion konstant për të futur gjithë fisin e disa prokurorëve të posaçëm punë. Dhe nëse do t'u aprovoja që kjo është vërtet në Bashkinë e Tiranës, ju do shqetësoheshit, ju do thoshit si janë të pambrojtur këta njerëz. Ju kërkojnë prokurorët e posaçëm leje ndërtimi, ju kërkojnë të fusin gjithë fisin punë dhe kur sua bëjnë, i thon avokatit të kryetarit të bashkisë, ja tregojnë atij. Po ti dinit këto histori, pra, prandaj them që dëgjesa do na mundsonte që të flisnim pak, edhe që të dëgjonim historitë se unë jam burr. Dhe mos t'i lejohet monopolit që dikush ka për të shkatruar jetën, ti mbi ventoset monopolit gjykatës për të dhënë drejtësi. Faleminderit. Të nderuar, po vazhdoj me pyetjet për Presidentin e Republikës. Në fjalën e tij, po edhe parashtrime, biles në parashtrime është në formë tabelare, pretendohet që kërkuesi ka pretenduar që 1162 gërma C është antikushtetues. Unë këtë, si avokati i Zotit Velien, pavarësisht se nuk kam qenë unë hartuesi i gjithë kërkesës dhe parashtrimeve, nuk e ke gjykondë. Kështu që pyetja e parë, edhe si sfidë, është në cilin faqe, cilin paragraf evidentohet, sepse unë nuk e kam parë gjykondjen që ne kemi pretenduar antikushtetueshmërinë e 162 gërma C të ligjit 139. Faleminderit. Pretendimi është në dokumentin fillestar, në kërkesën drejtuar gjykatës. Vogël ta lexoni e gjeni. Por e vetëm kaq, si pretendim, si fjali ishte edhe sot këtu në seancë, kur zbal procesi verbali do ta gjeni. Është vazhdimisht del historia që shiko sa kohë që nuk janë tek 115-a janë antikushtetuese. Sepse 115-a ka shkakun e vetëm kushtetues për shkarkim. Del vazhdimisht. Në parashtrimet tona është thënë kërkuesi nuk e ka paraqitur si kërkesë ndaj gjykatës kushtetuese. Sepse për ndryshe baza ligjore kërkesës do ishte tjetër, do të ishte nemi 131. Dhe pastaj do diskutohej, a legjitimohet të vënë lëvizje gjykatën drejt për drejt me diskutim për papajtueshmërinë e ligjit me kushtetues. E ka paraqitur si konstatim, e thot në rrjedhën e arsyetimit të tij. Dhe sigurisht që me këtë nuk fillon dot shumë, se fjali është, nuk është se po vënë lëvizje gjykatën me këtë. Ne evidentojmë sepse dallimi midis dispozitës kushtetuese dhe dispozitës antikushtetuese bën dallim automatikisht dallimin midis kompetencës së kësaj gjykate dhe kompetencës së asaj gjykatës tjetër. Dhe për ne kjo është e rëndësishme për të analizuar edhe vendimin fillestar para prakt ndërmjetën të gjykatës kushtetuese. Nëse unë do të ndërhyj, sepse ky është një konstatim shumë i rëndësishëm. Ju shprehet
Po marr leje për të ndryshuar. Ju shprehet që me një interpretim pajtues, dhe ju e kuptoni që interpretimi pajtues kur kërkohet në gjykatën kushtetuese. Ose, po ja, se nuk dua të shkoj më tej me konstatim nga ana e gjykatës. Mund të mbani një qëndrim në lidhje me këtë gjë? Pra, kërkoni ju, kundërshtoni normën, për shembull si anë të kushtetuesve për shkak të ometimit, për të cilin kërkoni interpretim pajtues në të kundërt norma ka ometim ose është anë kushtetuese, ndoshta thjesht edhe se na ndihmon dhe ne kjo gjë. Nderuar, ne kemi pretenduar që ekziston një interpretim i nenit 62 gërma C të ligjit 139 për veçërisë mendore në pajtim me nenin 115 të kushtetutës. E për këtë arsye, ky nen mund të vazhdojë të mbahet gjallë. Subjektet e interesuar, edhe në aktet e tyre, pretendojnë që mund të dalin përtej hapësirës që le 115 e kushtetutës dhe të përcaktojmë shkaqe të tjera ligjore për shkarkuar kryetarin e bashkisë. Nëse ne e vazhdojmë këtë logjik, do kalojmë te logjika tjetër, që atë që s'ka dashur kushtetuta nuk mund ta thotë ligji, dhe kalojmë te konkluzioni tjetër që nëse është i tillë, ky nen është antikushtetues. Edhe kur e citoj se jam duke ndjekur logjikën e subjekteve të interesuara në parashtrimet e tyre, po jo se e pretendoj unë që është antikushtetues. Pretendoj që është në përputhje me kushtetutën. Kërkesa për të ndihmuar të gjithë pjesëmarrësit, e kërkesa mund të shikosh është përmendur tek parimi i hierarkisë së normave. Kemi një paragraf aty ku shpreheni për deklarimin të rezervës kushtetuese dhe deklarimin e papajtueshëm në kushtetues ose të interpretimit në pajtim me nenin 115. Pak a shumë me këtë, por nëse ju thoni që ju e keni këtë si alternativë për shkak të argumentit të sjellë nga subjektet e interesuara, kjo është një qasje. Thjesht duam të kuptojmë si është qasja. Prandaj, kërkoni juve që norma të shpallet antikushtetuese? Jo. Shumë. Mendoni ju që norma është e paplot dhe ka ometim në kuptimin e arsyeve e mungesës me arsye? Jo. Pretendojmë që ne 150 i transmeton normës ligjore element të tillë si faj, dashja, e keni për shkak të interpretimit harmonik. Po, harmonik. Dhe kur bëj pretendim përfundimtare, se nuk dua që të mbetet te fjala ime, po ju ndihmoj unë që ne të kuptojmë të mbajmë shënim se si e kemi. Dhe kur bëj pretendim përfundimtare do të them edhe pse mendoj. E kuptoj. Në rregull. Pyetje tjetër.